Territori shqiptar për datën 5 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me mod të paqëndrueshëm dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të sjellë shira të vazhdueshëm në zonat qendrore dhe jugore, ndërsa pasditja pritet të sjellë rreshje intensive në disa zona malore dhe stuhi lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në pjesët perëndimore, ku rreshjet do të jenë më të pakta. Era do të fryjë nga drejtimi juglindje me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 5 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 5 dhjetor do të jetë në orën 6:44 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi, 8 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 10 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 13 gradë Celsius. Korçë, 5 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 15 gradë Celsius.